Me kërkesë të spakut, gjykata e posaçme ka zgjatur me 3 muaj hetimet ndaj vëllezërve Aleksandër Kristi dhe Fatjon Bushgjokaj, si dhe ndaj Petrit Çakrit, të dyshuar për vrasjen e Renis Dobrës. Prokuroria e posaçme ka kërkuar kohë deri në muajin tetor për kryerjen e veprimeve të tjera hetimore. Sipas spakut, nevojitet përfundimi i ekspertimit të telefonave, si dhe verifikimi i disa mbivendosjeve të gjurmëve papilare. Kërkesa u kundërshtua nga avokati Erjon Kullolli, përfaqësues ligjor i Fatjon Bushgjokaj. Ai argumentoi se prokuroria e posaçme ka pasur kohën dhe mundësinë e nevojshme për t'i kryer më herët veprimet procedurale të pretenduara. Sipas mbrojtjes, deri në këtë fazë të hetimit, spaku nuk ka argumentuar ekzistencën e veprës penale të rrëmbimit dhe as kryerjen e saj në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Avokati i pretendoi gjithashtu se kërkesa e spakut bie ndesh me vendimin e kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë, pasi sipas tij, prokuroria nuk ka argumentuar përse masa e arrestit në burg vijon të jetë masa më e përshtatshme. Ndërkohë, avokati i caktuar nga gjykata për Petrit Çakrin ja la në vlerësim trupës gjykuese kërkesën e organit të akuzës. 4 të arrestuarit akuzohen për vrasjen e Renis Dobrës, ngjarje ndodhur në korrik të vitit 2025. 2 seanca më parë, 3 vëllezërit Bushgjokaj u përfshin në një konflikt fizik në sallën e gjykatës së posaçme me Petrit Çakrin, pasi ky i fundit i kishte implikuar në vrasjen e të riut.